Mëftinia e Shkodrës në bashkëpunim me Kryqin e Kuq organizuan fushatën e dhurimit të gjakut për fëmijët talasemik dhe të sëmurët. Nisma erdhi në kuadër të ditës botërore të dhurimit të gjakut dhe asaj u bashkuan imame besimtar, të cilët dhanë mesazhin e tyre në moton dhuro gjak, shpëto jetë. Asnjëri prej nesh nuk duhet të hezitojë që t'i përgjigjet fushatave të tilla, të cilat ndihmojnë në shërimin e fëmijëve dhe njerëzve të sëmur, tha imami Lavdrim Hamja. Në fakt kemi urdhër kuranor dhe porositë e profetit alayhis salam që me ndihmu të tjerët. Allah i madhuar thot në Kuranin famlar, ai që shpëton një jetë është sikur ka shpëtuar gjithë njerëzimin. Përsa profeti alayhis salam thot, Allah është në ndihmë të robit të tij përsa kohë që vllai është në ndihmë të vllait të tij. Kështu që sot unë i bëj thirrje secilit që ka mundësi të vi këtu të dhuroj gjak sepse është një mirësi e madhe të ndihmojmë të tjerët. Kur njeriu është i smur e kupton se sa e rëndësishme është shëndeti. Vëllezërit dhe motrat tanë kanë nevojë, për gjakun tonë, për ndihmën tonë, kështu që të mos kursejmë asgjë, që të gjejmë pranë tyre dhe të ndihmojmë. Qershori njihet si muaj më kryesor për dhurimin vullnetar të gjakut dhe kulmon me 14 qershorin që njihet botërisht si dita ndërkombëtare e dhuruesve të gjakut. Numri i dhuruesve që janë ofruar sot është i lartë, duke parë edhe temperaturat e larta që janë sot. Ne i falenderojmë të gjithë dhuruesit vullnetar, jo vetëm të ditës së sotme, po të çdo dite. Dhe inkurajojmë më shumë persona të ofrojnë për dhuruar gjak. Muajt e verës, për shkak të temperaturave të larta, janë muaj në të cilët personat në nevojë, sidomos pacientë talasemik vuajnë, sepse numri i dhurimeve vullnetare bie. Prandaj falenderoj edhe më shumë të gjithë besimtarët që sot janë ofruar për dhuruar gjak. Dita botërore e dhurimit të gjakut synon të nderojë të gjithë ata që dhurojnë gjak për të shpëtuar jetë dhe të rrisë ndërgjegjësimin mbi nevojën e vazhdueshme për gjak dhe produkte të gjakut në sistemet shëndetësore. Miliona pacientë në gjithë botën mbështeten në transfuzionet e gjakut sistematikisht. Çdo pikë gjaku, çdo dhurim është një akt mallor në shërbim të jetës dhe të ardhmes.